Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Sure El Muzammil. Zbritur në Mekë. Ajete 20. Përmbajtja e sures El Muzammil. Tonaliteti i ajeteve të kësaj sureje na tregon qartë se ajo përputhet plotësisht me suret e zbritura në Mekë, kështu që përkundër disa dietarëve duket e papranueshme që të ketë zbritur në Medinë. Ndryshimi në metodikën midis ajeteve të para dhe të fundit tregon se këto ajete kanë zbritur me një largësi kohore të konsiderueshme. Disa komentues të Kuranit kanë pranuar se kjo largësi kohore është 8 muaj, disa të tjerë 1 vit dhe disa të tjerë 10 vjet. Ajetet të shumta të kësaj sureje tregojnë se kjo sure ka zbritur kur profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kishte filluar t'i ftonte njerëzit hapur në rrugën e drejtë dhe meqense kundërshtarët i përgënjeshtruan fjalët e tij, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u urdhërua të sillej me butësi ndaj tyre. Kështu që ekziston shumë pak mundësia që e gjithë surja të ketë zbritur në fillim të thirrjes së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ajetet e para të saj mund të kenë zbritur në fillim të thirrjes së tij, por sigurisht që të gjitha ajetet nuk janë të tilla. Kuptimi i ajeteve dëshmon për përhapjen e Islamit, së paku në Mekë dhe kryengritjen e kundërshtarëve për ta penguar dhe për ta kundërshtuar atë. Ne e dimë se një gjë e tillë nuk ka ekzistuar gjatë 3 viteve të para të thirrjes së tij, gjithashtu ndryshon dhe shkaku i zbritjes së kësaj sureje, i cili është transmetuar në hadithe për të gjithë suren apo për pjesë të saj. Në disa transmetime thuhet se kur profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i zbriti shpallja apo mesazhi par hyjnor, u trishtua dhe ndjeu dridhje, dhimbje dhe lodhje. Shkoi te Hatixhja dhe i tha: "Më mbështill me një pëlhur." Këtu zbriti Xhebraili dhe ja shpalli ajetin e poshtë përmendur, duke i thënë: "O ti mbështjell." Në transmetime të tjera është thënë kjo ngjarje ndodhi kur profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nisi t'i ftonte njerëzit hapur dhe Kurejshët ishin mbledhur në Darun Nadwa që të diskutonin për punën e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe të sajonin ndonjë justifikim për t'u përballur me të. Disa nga të mbledhurit thanë se ai është fallxhor, kurse një pjesë nga mesi i tyre e kundërshtuan këtë. Disa të tjerë thanë se ai është i çmendur, por përsëri një pjesë nga mesi i tyre nuk u pajtuan me këtë ide dhe sugjerim. Disa të tjerë thanë se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është magjistar, por edhe këtë sugjerim e hodhën poshtë. Në fund thanë se është fakt se ai krijon dasi midis shokëve, si rjedhoi është magjistar, më pas politeistët u shpërndan. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, pasi u informua për këtë bisedë, u mbështoll me rroba që të qetësohej, ndërkohë zbriti ëngjëlli Xhebrail dhe ja këndoi ajetet: "O ti i mbështjell dhe o ti i mbuluar." Si përfundim, ashtu siç e diskutuam më sipër, është pranuar se kjo sure ka zbritur në Mekë, një pjesë e saj ka zbritur pas shfaqjes publike të Islamit dhe ndikimit relativ të tij në Mekë. Ekziston mundësia që ajetet në fillim të sures të kenë zbritur në fillim të profecisë së tij, sidoqoftë përmbajtjen e sures mund ta përmbledhim në 5 pjesë. Në pjesën e parë përmblidhen ajetet që flasin se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, përgatitet për të kryer faljen natën, për të kënduar Kur'an, si dhe për të pranuar një projekt të rënd. Pjesa e dytë e sures e fton atë që gjatë kësaj periudhe të tregohet i durueshëm, i qëndrueshëm dhe i butë ndaj kundërshtarëve të tij. Pjesa e tretë e sures diskuton për çështje që kanë të bëjnë me ringjalljen, me dërgimin e Musa ibn Imranit te faraoni, me rebelimin dhe më pas dënimin e dhimbshëm të tij. Në pjesën e katërt të sures janë urdhrat e rënda, të cilat përmenden në fillim të sures dhe flasin për zgjimin natën për falje, si dhe për lehtësimin e gjendjes së vështirë të myslimanëve. Në pjesën e 5, që është edhe pjesa e fundit e sures, fton edhe një herë tjetër në leximin e Kuranit, në faljen e namazit, në dhënien e zakatit, në dhënien në rrugën e Allahut dhe kërkimin e faljes.